edhe homoseksualët mund të krijojnë familje dhe të kenë fëmijë. Personazhi ynë dëshmon për pasdite në Top Channel një fenomen të tillë. Nikoleta, lindur si mashkull e transformuar në femër, nis të tregojë. Atëherë nuk risha në shtëpi, iksa, sa ndekme, kupton shumë gjëra, bësha, sepse nuk risha me fjalë, ishte ndjenja që më shtyte që isha, se në shtëpi nuk mund të risha gjithmonë, kupton, kam punuar, nuk të s'kam punuar, kam qenë sport fillimisht, kam qenë atletik, kam punu dhe punë metalurgji, pesash, kupton, po që do se sistemi t'il, ndjenjat e tilla, kupton, nuk ishta këto tapor dhe qa bon, dëgjimi i të gjithave, kupton, që unë isha i tillë, e arritën në tha, nuk përjashtuan gjitha me punë, me çdo gjë, dhe në këtimet të ditë sotshme. Gjatë viteve të socializmit, ishte e vështirë që ndjenjat homoseksuale të pranoheshin hapur, dhe shenjat që e dallonin atë drejt orientimit femëror, detyruan familjen që atë ta martonin. Nëna ime nuk dite gjë fare se qa bësha unë, kupton? Por dëgjonte fjalë, kupton? Dëgjonte fjalë. Po sa do ishte nën dhe kishte një zemër të madhe, kupton, për fëmijën e vet. Megjithatë, ajo nuk e imagjinonte dot se isha i tillë, kupton? Aso se ka një natë tasi që shte kanë të qmiri. E arritën në fjalë që më detyruan, kupton, disa persona në fjalë qëra, këto vlezëve, ta diune, kupton, jo ti du të martohesh, jo në nash vetë në andekni. Po nuk mund të shëtot të fjalë në martuat, sepse tisha vetë ushisa. Atëherë, me gjatë, ishte fillimi, kupton, që nuk isha, ishta shënuar të matë, kupton, isha biseksual. Dhe arritën në të që, e mora për irë të nënës, jo për vete. Nëna filet një ishte madhan të smurë, nga mundja, ishte smurë, dhe si ishte për mu, po hatë ma doshin të mangetin, si qisha unë kështu e kupton të qka atil. Nikoleta, e cila në atë kohë quhej Nazmi, tregon se kjo ishte arsyeja pse pas martesës, krejt pa dëshirën e saj, ajo bë edhe babai 2 fëmijëve. Fëmijët janë tashmë të rritur dhe ajo ka ruajtur vetëm një kujtim për tyre. Këtu është djali që ku martova e për imbrapa. A kupton këtu? Këtu është vetë. Gruaja që ish gruaja që kam pasur, tani nuk putëm do të grua se mos mund të jem as burra as grua për atë. Nëna fëmijëve. Kjo është vajza, desa kjo është djali. Vajza dhe djali janë të mia, gjaku im, desa ky s'është. Po ti e di me siguri që kanë qenë të tu domethënë fëmijët? Po normal që janë të mit, janë kanë bëmin tën këta 2. Kupton? Dhe që i ke bërë vetëm? Po normal tani edhe nizat shkoj, kapsha fjalë, dhe arrit bëj diçka, kupton? Se unë e ndjesha vetëm biseksual. Ajo thos se gjendja shoqërore në të cilën ndodhet është një ndjenjë turpi, nuk e lejon që të kaloj shumë kohë me fëmijët e saj. Kam ja 6 muaj që më karën ka takuar, po prap mund bjen zorë, vajza ime nuk është raciste, nuk është shumë e mrekullueshme, ka një shkollë. Kështu si që jam vjen në takon, me të kuq, me gjitha, me së gjësh, po pavarësisht se unë dem nga dashuria që kam për fëmin, edhe si ku me ikun ajo, dhe që takoj fëmin, po nuk rish shumë, 5 minuta, 10 minuta bëjt ma betë dhe tago, jap këshilla që mos gaboj, mos bëj pjesë gjëra të. Ndërsa, normal që djemët nuk takojnë se kanë ato vetën. Gjatë rrëfimit ajo duket sikur hapi që ndërmori në jetë ishte i gabuar, pasi peripetitë e saj janë të shumta, ku ajo sot nuk arrin të jetojë në një shtëpi me fëmijët e saj, të jetë pa punë dhe e pa stre. Po si puna ime ka shumë të tjerë që janë të tillë baballarët. Po paktën kanë familje, rrinë si meshkull, janë na për puna, edhe bëjnë një jetë normale. Dërsa unë bëra shumë seksuar, u vesha si femër, po nuk imagjinova në fjalë, jo se të imagjinova, po nuk e mendova që fëmia një ditë rritesh. E fjalë më mori mendje vetëm kjo ndjenjë, kjo poshtërsi ndjenje, që pak disa fëmijë.
Për mua është edhe mirë edhe keq. Se u zbam do të burë mo mashkull, të do bëhem unë mashkull. Ku do bëhem unë mashkull mo? Unë e kam stakuar dhe jam e staginuar. Unë jam nga duart lartë dhe unë jam. Nikoleta ka bërë kërkesë në bashki për një shtëpi dhe gjithmonë është përpjekur të gjejë përkraje në institucionet humanitare. Kam kohë që kam bërë kërkesë për shtëpi, që kam kaq vite, por tani nuk e di që pse më sjellin pengesa apo si ta them ty për shtëpi. Ja, kjo është kërkesa ime që kam bërë unë. Tregom mu tani, babë, nën, qarë, si, është pa kuptimt. Sot fëmijët e mi, unë nuk di gjë fare se ç'a bëjmë. Po, do të gëzoj që vërtet të interesohen, të jenë punësuar, të jenë qavë, vërtet po vuajnë që është një gjynap shumë i madh. Paktën nuk di, unë s'di ç'a të bëj. Dhe po të kisha një biznes të madh, vërtet të merr një shtëpi të madhe fëmijëve të mi. Unë dua një punë, ashtu si për të jetuar, të kem metat e mia, gjithçka, si pa e travesti që jam. Kjo është qita ime.